Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot do përgatisim së bashku një recel fantastik dardhe, direkt nga kopshti im, por ky nuk është një recel i zakonshëm. Sot do t'ju tregoj 2 sekrete kryesore se si t'i mbajmë copat e dardhës krokante, që mos të shkrinë gjatë zierjes, gjithashtu edhe truku natyral për t'i dhënë ngjyrë të kuqe si rubini dhe mahnitës këtij receli. Filloj me përgatitjen. Pasi I kam vjel dardhët, kam një tas me ujë, I shtua mirë lugë të gjellës me sodë buke dhe është pikërisht soda ajo që e mban dardhën të fortë gjatë zierjes, nuk e lë të shpërbëhet. Unë do ta gri në grirës perimesh, por fare mirë mund ta grini edhe me renden e kungullit. Për ta bërë më shpejt, unë po e gri te ky grirësi. Direkt sa po e grim e vendosim në ujin me sodë buke. Vazhdojmë të grim edhe pjesën e ngelur të dardhëve. Dhe në fund fare unë do ta peshoj sasinë e dardhëve. Kur të lahet nga uji me sodë dhe të kullojë, atëherë unë do ta peshoj dhe do t'ju tregoj peshën e saktë. Këtu kam panxar të kuq. Mund t'i shtoni 1 panxar të madh ose 2 copë panxar. Varet nga madhësia e panxarit dhe nga sasia e recelit që do të përgatitni. Jo vetëm që I jep ngjyrën e kuqe panxari, por jep edhe shijen e mirë. Nëse nuk do t'i shtojmë panxar, atëherë do dalin ajo ngjyra e verdhë e dardhës. Por mua më pëlqen ngjyra e rubinit dhe receli del shumë I bukur. I grim panxarin po tek I njëjti grirës perimesh, e vendosim në pjatë, ta kemi gati. Dardhët unë I kam lënë për 2 orë të pushojnë me ujë me sodë. Janë forcuar dardhët, janë bërë krokante. I shpraj mirë në ujë të bollshëm që mos të ndihet fare aroma e sodës së bukur. Pasi I lam dardhat, I peshojmë dhe janë plot 1,5 kg me dardha. Vendosim dardhat në tenxhere, shtojmë 2 panxar të grirë në madhësinë e dardhave dhe 1 kg e 300 g sheqer, që receli të dalin I lidhur mirë dhe të rojnë gjatë, duhet patjetër që sheqeri ta lidh. Në zjarr e ziejmë në zjarr të ulët për gati 2 orë avash, shikoni pak nga pak po merr ngjyrë, nuk krijoj shkum që unë t'i pastroja shkumën këtij receli, ka ngelur tek tuk në një farë dardhe, por e shishme bëhet në recel, nuk ka problem. Në balkonin tim unë mbaj lule barbaroze, pikërisht për të përgatitur recelna apo likot të ndryshme, sigurisht që ruaj edhe borzilok. Nuk është bërë ende receli gati, e lëm edhe pak. Derisa të lidhet mirë, shikoni edhe ngjyra është theksuar, I shtojmë lëngun e 1 limoni. Shtojmë edhe gjethet e barbarozës, jemi pikërisht në fund të zjerjes së recelit. Nëse keni dyshime mbi recelin për trashësinë e tij, atëherë lëreni një natë të pushojnë dhe vazhdojeni ditën tjetër. Por unë jam mësuar tashmë dhe e kuptoj kur receli ka zier plotësisht dhe është lidhur. E lëm 5 minuta të ziejë me barbarozë dhe kështu të nxehtë si e kemi, e vendosim në kavanoza të sterilizuar, mundësisht kapakët të jenë të rinj. Ashtu të nxehtë si I kemi, I kthejmë me kapakun poshtë dhe I lëm të ftohen plotësisht. Pasi është ftohur, e kemi gati dhe ja ku po I gatshëm ky recel me ngjyrë rubini, shikoni sa I bukur dhe sa shkëlqim që ka marrë. Nëse ju pëlqeu kjo recetë dhe truket e vogla të shtëpisë, mos harroni të bëni like videos, subscribe në kanal për të mos humbur recetën e radhës. Më shkruani në komente, a e keni provuar ndonjëherë trukun me sodë buke dhe panxar? Në recelnat që ju përgatisnin sigurisht. Ju falenderoj që më ndoqët.